Oke, unë këto i kam disa prej mirënjohjeve. Ti ke marrë pjesë edhe në për gara, apo? Ke marrë pjesë me grupin e baletit tënd, apo edhe individual? Me grupin e baletit, marrë. Me grupin e baletit tënd. Si e ka emrin grupi baletit? Passion Dance. Passion Dance. A më spjegon pak të lutem, hajtë kja fillojnë prej kësajna. Ku e ke marrë këtë certifikat? Lisht e Fejstash Zëvallet, në Fejst 2025. Okej. Këtu kena përformu një balet artistike, edhe kena fitu këtë kupën atë. Këtë? Po. Edhe këtë? Ajo? Jo. Jo, kjo është tjetër gara, po? Ta është këtë kupën këtë, e kena fitu me medalje edhe me certifikat. Po? Këtu e kena marrë vendin e dytë. Po? Edhe këtu e kena pjesëmarrje, e kena pas në Gjiljan të Dance Show Festival. Aha. Dhe këto të gjitha i keni marrë si grup? Po. Tregom, a ki edhe pik ku bën balet individual pa grup, a enda s'kia si pik? Ka njëherë. Ma roll? Ma roll. A të pëlqen ma shumë me grup, a individual? Ma shumë me grup, se bashkëpunojna bashkë. Sa vita jeni për shembull në grup, kër e bëni një pik, për shembull çdo 2 pika që keni marrë pjesë nga? 25 veta, maksimumi. A është i lehtë bashkëpunimi, qa ka me bo shoqja, qa ki me bo ti? Po është i lehtë se mësusja jo na caktën vendet edhe mësohëm. A të vynë shumë kohë për me mësu një pik të baletit? Po. A e ushtron edhe të shtëpia? Shpesh. Shpesh. Dhe me thonë ti e i fëmija në shtëpi që i largon këtë mobiljet familjes tënde për me pas mundësi me vallëzu. Po.